Për sa i përket pyetjes, nëse ne do ta përkufizonim familjen me një përkufizim të thjeshtë, sikur janë disa antarë të cilët mblidhen në një vend apo në një banesë apo ka një hapësirë të përbashkët, për një jetë të përbashkët do t'i bënim padrejtësi nocionit familjes. Do t'i bënim padrejtësi kuptimit dhe konceptit rreth familjes, sepse familja në të vërtetë është bërthama shoqërore. Familja është vendi ku fëmijët dhe të gjithë antarët e familjes marrin edukimin fillestar dhe formimin e tyre. Familja është vendi ku mësohen vlerat, ku kultivohen vlerat. Familja është vendi ku antarët e familjes, kryesisht fëmijët, por dhe të rinjt, kuptojnë ç'është jeta, ç'është koncepti i jetës, çfarë është ana tjetër sociale dhe shoqërore duke u nisur nga familja. Aty është edukimi i vërtetë, siç përmendëm, dhe vlerat njeriu i merr pikërisht, domethënë në familje. Andaj dhe familja ku të rinjt ndërgjegjësohen, janë të vetëdijshëm, fillojnë të jenë vetvetja duke u nisur nga raportet familjare mëtej në shoqëri, mund të themi që është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri. Përse është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri? Nuk themi që bashkia apo komuna apo ministria apo kryeministria, ndoshta presidenca, duhet të jenë këto institucionet më të rëndësishme. Absolutisht jo. Përse të gjitha këto institucione bashkë që janë tepër të rëndësishme në një shoqëri, në një vend, ato janë në shërbim të familjes. Ata projektojnë për familjen. Edhe të gjitha ligjet që miratohen janë për të mirën e familjes. Dhe në fund fare çfarë ndodh? Nga të gjitha këto familje përbëhet shoqëria. Dhe për rrjedhoi themi që familja është institucioni më i rëndësishëm i shoqërisë. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar ku thot ku anfusakum wa ahlikum nara, shpëtoni vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenimit. Nga gjithë këto banorë, nga të gjithë kjo shoqëri, nga një numër shumë i madh, ndoshta nga miliona njerëz, nga cilët përbëhet domethënë një popull apo një kom, faktikisht Allahu xhelle xhelalu e përmbledh çështën apo e redukton pikërisht tek familja. Nuk je përgjegjës ti për njerëzit e tjerë duke anashkaluar familjen. Nuk ke pse del me këshilla dhe t'jesh orientues dhe mësues për njerëzit e tjerë fillimisht kur nuk je i tillë në familjen tënde. Dhe ka përkufizuar çështjen me familjen, sepse nëse secili prej nesh në familjen e tij do të bëj punën më të mirë, do të bëj punën e duhur, atëherë familjet do të shëndoshen nga brenda dhe nga gjitha këto familje përbëhet e gjithë kjo shoqëri. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu në fund fare përmbledh të gjithë çështën me ruani vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenimit, sepse kjo është gjithë ajo, domethënë përmbledhja kryesore hyjnore prej Zotit fuqiplot. Dhe nëse një familje do të ruhet nga zjarri i xhehenimit, ashtu dhe familjet e tjera, secili domethënë me format dhe teknikalitetet e duhura për të ruajtur nga e keqja, për të ruajtur nga problemet, për të ruajtur nga sfidat, për të larguar domethënë nga padrejtësitë e kështu me radhë, atëherë inshallah e gjithë shoqëria do të përmirësohet dhe shpresojmë që e gjithë shoqëria të jetë e shpëtuar në jetën e kësaj bote për një jetë më të mirë dhe në ditën e gjykimit nga zjarri i xhehenimit.